Cila do të jetë formula e vitit kaluar na tregon? Do të ketë një takim me shoqatën e RFR-ve. Do të para përfundimit të shtinorit të rregullt, dhe aty do ta vendosim bashkërisht këtë çështje. Ne kemi bërë një vendim, do të thotë një rregullim në propozicionet e garave që thotë që refert tonë do të përfundojnë shtinorin ashtu siç kanë filluar. A do të zbatohet kjo apo jo, do të shumë çka varet prej vetë performancës së tyre edhe gjatë këtyre javëve në VM. Federata është aty për të siguruar që askujt mos t'i shkoj poshtë krejt mundi dhe krejt investimit të cilën e kanë bërë krejt vitin. E keni parasysh do të thotë që ne mesin e këtyre 8 ekipeve do të thotë kemi një 4 të cilat janë në top 7-8 të organizatave sportive më të financuar në vend, kështu që nuk guxojmë në asnjë mënyrë do thotë me dëmtu dikujt investimin i cili është bërë deri tash, por është një vendim të cilin Federata e Basketbollit ende nuk e ka marrë, kështu që nuk mund ta them sot sepse thjesht thonë do thotë duhet ta kemi edhe një takim me shoqatën e RFR-ve tonë, me shoqatën e gjyqtarëve të basketbollit për të pasë si do të shkojmë tutje në VM. Disponimi cili është? Disponimi është ka prej të dy anëve, do të thotë ka prej klubeve të cilat tonë duhet të shkojmë me tanët deri në fund, ka prej klubeve të cilat tonë do të shkojmë me të huaj deri në fund, edhe brenda federatës do të ka zëra të dy anëve, do të thotë ka përkrahje për refer të huaj, në anën tjetër ka dhe përkrahje për refer tanë, dhe themi që do të thotë refer tanë të shtyjmë asisoj që ata të çojnë garën në fund, sepse fundja e fundit këta janë ata të cilët po na i majnë të gjitha këto 28 xhiro e 100 sa ndeshje të cilat po na sjellin deri këtu. Prandaj edhe Kupën e Kosovës, siç e dini, do të thotë si vjet për herë të parë mas 6-7 vjetë do të thotë kemi vendosur që refert tanë me nda drejtësinë. Unë jam për, domethënë që personalisht jam për që me u arrit një konsensus krahas shoqatës së gjyqtarëve të basketbollit për të pasur cila është zgjidhja më e mirë për basketbollin. S'flas këtu për interesat e referëve, s'flas këtu për interesat e klubeve. Federata ka për obligim që me pa atë që është më e rëndësishmja apo do të thotë primare për basketbollin e Kosovës. Kryetar, kalojmë te një temë tjetër.